Gjeli i detit është prej vitesh ushqimi i preferuar dhe i pamunguar për festat e fundvitit, ndërsa para pëlqimit dhe zgjedhja e parë e sarandiotëve mbetet mishi i vogël. Shpesh në tryezat e këtyre festave, vendin kryesor e zë mishi i qengjit apo kecit. Zonja Marini në një prej lokaleve pranë kishës në Saran na thotë se si për tryezën e Krishtlindjeve dhe për fundvitin nuk mungon as gjeli i detit, si ushqim alternativ, pasi prenotime janë bërë kryesisht nga të huaj, rezident në Saran, ndërkohë që thotë se gjeli i detit nuk preferohet nga vendasi. Kemi një vend të vogël, mundohemi të kemi një darkë nga ora 6 me 9. Mbasditja është me disa specialet të veçanta. Pas orës 9 që në mbyllje, do më thonë kur fillojnë fishikësjare, do kemi pije, meze, gjëra më të leta. Po këtu organizojmë dhe Krishtlindjet, sepse kemi dhe shumë të huaj që jetojnë këtu në Sarandë që na kërkojnë specialet për Krishtlindje. Kemi Krishtlindjen për darkë në 24 dhe kemi dhe drekën e 25-ës. Cila është menuja e tyre e preferuar? Tani të huajt në përgjithësi e kanë më shumë tek gjeli i detit, sidomos edhe për ditën e falenderimeve që kishin në nëntor, kanë të njëjtën gjë edhe për Krishtlindje. Më shumë janë tek mishi, tek brinjët e gicit, e brinjët e qengjit, menun që kemi neve janë brinj gici me një saltë barbecue si që duan të huajt. Kemi një gjoks deri, mund të them, e mbushur, rolo, këta e quajnë pork loin, pastaj kemi dhe mishin e gjelin e detit. Leonida, administratori një taverne tradicionale, tregon se ka udhëtuar nga Kosova në Epir për të zbuluar kulturën e gatimit dhe për të njohur pjata tradicionale, ndërkohë që thotë se gjeli i detit është traditë e trebave nga Gjirokastra e sipër. Në Sarandë, thot ai, si për festat familjare dhe të diellat, ashtu dhe për Krishtlindjet apo vitin e ri, është traditë që dhe përsheshi karakteristik të bëhet me gjelin e zakonshëm. Pse nuk ka frekuentim dhe njohje në duhur gjeli i detit për festat e fundvitit? Pyetje shumë interesante nga ana juaj. Që është e vërteta, unë kam lëvizur në shumë vende specifike në Shqipëri për të parë traditat dhe kulturën dhe sidomos pjatat që bëhen në çdo lloj krahine të Shqipërisë, që nga Kosova deri në Epirin e Largët, dhe kjo gjë nuk më ka shkuar në mendje. Po juve mund të porosisni diçka tjetër. Në vetvete çfarë arsye jep kësaj? Ç'është e vërteta, në zonën tonë neve nuk kemi përdorur gjelin e detit, ajo është traditë mbi Gjirokastrën e sipër dhe neve kemi përdorur kokoshin me përshesh, jo vetëm për vit të ri, po e bënim në çdo lloj, kur kishim festa apo donim të shijonim një drek apo darkë familjare, një të diel, e bënim, nuk është se kishim traditë që duhej bërë në vit të ri. Pra kësa i thonë në det pa gjel deti. Jemi në det pa gjel deti. Jorgo Noni, një operator i njohur kulinarie në Sarandë, shpreh se nuk mban mend që në familje të kenë përdorur ndonjë vit gjelin e detit, pasi nuk është traditë. Arsyet se përse gjeli i detit nuk përdoret në Sarandë, nuk preferohet nga klientët e Sarandës. Nuk e kemi për traditë, unë s'mbaj mend ndonjëherë të kemi ngërë gjel deti për vit të ri ose për Krishtlindje, ne mishin përdorim. Mirë, në lokal këtu nuk bëhet fjalë se s'kemi fare prodhime nga këto të mishit edhe të gjelit. Kurse për në shtëpi gjithmonë mish përdorim.
Pra nuk është traditë e Sarandës, ta themi. Me kaq sa njoh, me kaq sa di, se kanë përdorur. Tani ka filluar vitet e fundit që ka të ardhur këtu që shohim që shiten gjela detit në treg. Kam parë këtu te tregu që kalojmë, i kanë në makina sipër në Shumë burg. Pak, jo me shumicë. Përdorimi simbolik dhe pëlqimi i gjelit vjen kryesisht nga të huaj dhe nga të ardhurit nga krahina të tjera në qytetin e Sarandës. Për vendasit, gjeli i detit vazhdon të mos jetë preferencë zotëruese, edhe për tryezën e Krishtlindjes, apo dhe atë të ndrimit të viteve. E thënë ndryshe, gjeli i detit nuk vjen në det.